ka përfunduar zgjerimi i tunelit në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. I pranishëm në përurimin e hapjes, kryeministri Sali Berisha theksoi se në këtë tunel janë investuar rreth 100 milion lekë, duke ofruar pamjen që Vlora meriton dhe se qeveria e tij ka ndërtuar në qytetin bregdetar rreth 300 kilometra rrugë. Ndaj me ju sot gëzimin tuaj plotësisht të merituar inaugurimin e rindërtimit të këtij tuneli, i cili tani ka pamjen dhe funksionin dinjitoz që Vlora meriton. Është rezultati i investimi prej 100 milion lekë. Qeveria gjatë këtyre viteve ka ndërtuar në qarkun e Vlorës 300 kilometra rrugë, nga të cilat janë rrugë kombëtare. Kryeministri tha gjithashtu se objektiv për këtë sezon mbetet shpallja e Vlorës Perle Mesdeut, ku premtoi vlonjatëve edhe një shëtitore të re, punimet për të cilën do të nisin së shpejti. Zgjerimi i tunelit të njohur të kësaj zone ku kalon rruga që lidh Bregdetin me pjesën tjetër të vendit, ishte kthyer në një problematik në rëndimin e trafikut, veçanërisht gjatë sezonit veror. Investimi i qeverisë ka zgjeruar këtë tunel me 2 korsi, duke kthyer lehtësimin e lëvizjes së mjeteve.